secili nga ministrat e kabinetit qeveritare ka pasur për obligim që në momentin kur e ka marrë detyrën me bë një skenim të gjendjes në institucionin që e ka drejtu dhe auditim të brendshëm, jo nga ne, por nga auditorët e brendshëm. Kjo po më intereson mund, cila është gjendja kur e keni bërë skenimin. Dhe në këtë drejtim ne kemi marrë informacione për marrëveshje të dëmshme, të kundërligjshme, që ishin lidhur nga nivelet e larta në atë kohë qoftë të shërbimit korrektues apo të Ministrisë së Drejtësisë. Për shembull, një nga unë e konsideroj skandal të madh sepse bëhet fjalë për pronën publike, është prona ish hotelit Vicianum. Ata që jetojnë sidomos në komunën e Vushtres e dinë se për çka saktësisht bëhet fjalë, por ka qenë edhe publike, ndonse shumë pak është folur për këtë skandal. Por unë sot them që nëse unë do ta bëja një marrëveshje të tillë, unë sot do të përballesha me drejtsinë dhe kush e di, domethënë si do të rrihet kjo situatë, por në të kaluamën, domethënë, ish drejtori i burgjeve dhe ish ministri i drejtësisë, pronën e Ministrisë së Drejtësisë prej diku 2 hektarëve, ja kishin dhënë një operatori ekonomik, ka qenë Erisi, ja Osmani ka pas personi emrin. Do me thënë pa i përfillur fare procedurat ligjore. Kur ne shkojmë ministri, marrim informacion nga zyrtarët tjerë të ministrisë që na sinjalizojnë që ka ndodhur diçka e tillë dhe në këtë drejtim kërkojmë auditim të brendshëm, që mos me akuzu të tjerët që po i bëjmë për hakmarrje, për inate, ja ke inat këtij dhe po vepron kundër për shkak të kush e di çfarë arsye, ne kemi kërkuar auditim të brendshëm. Auditimi i brendshëm në Ministrinë e Drejtësisë ka funksionuar shumë mirë, unë e vlerësoj domethënë si institucion. Por ata veprojnë natyrisht me kërkesë. Në këtë rast me kërkesën time kanë bërë këtë auditim dhe kanë vlerësuar që marrëveshja ka qenë e kundërlidhshme. Ne kemi shkput kontratën janshëm, marrëveshjen. Jemi pa ditë nga pala, kemi fituar rastin gjykat, por krahas kësaj kemi bërë edhe kallëzimin penal. Pra kallëzimin penal e kemi bërë në prokurori, por shumë shpejt, domethënë në një kohë reale. Vjen aktvendimi tash nuk e dia për pushim të hetimeve apo për mbyllje të hetimeve, megjithatë, prokuroria ka qenë prokurori Milot Krasniqi. Unë dyshoj që ka qenë në vendin e ngjarjes për me pas se çka ka ndodhur aty. Por aso kohë ne jemi njoftuar që i kanë mbyll hetimet për shkak se keni ndalë dëmin. Domethënë në momentin kur ne pas kemi anuluar kontratën një anshëm e kemi ndalë dëmin që mundet më shkaktu pra dhënien e pronës publike. Por në qoftë se prokuroria kishte dalë në terren, e kish pa që aty ka qenë një hotel, pra siç po e përmendish hoteli Vicianum, ka mundur të shfrytëzohet për nevojat e shërbimit korrektues, ka mundur për shembull që komuna e Vushtres me shfrytëzuat hapësirë për stacion të autobusëve, për parqe, kështu me radhë, por që e ka mbyll pa pasur, si me thënë, informacione të sakta se çka ka ndodhur me atë çështje. Prandaj për mua ka paraqit shumë problem, sepse përsa kohë nuk janë marrë me ata të cilët kanë nënshkruar kontrata apo marrëveshje të dëmshme, e kanë thirrë në intervistim auditorin. Pse ka vepruar kështu, pse e ka audituar, për çfarë arsye, kush ka thënë, ndonse auditori ka obligim. Pra kjo ka qenë një prej problemeve që ne kemi parë në atë kohë. Fatmirësisht tash e kemi mbrojtur, tash është pronë ende në Ministrinë e Drejtësisë sepse kemi ndalë dëmin. Kjo është, domethënë, përgjithësi gjendja si ka qenë Ministri i Drejtësisë kur e keni marrë, ose në institucionet që janë nën Ministrinë e Drejtësisë. Ka qenë e keqe? Tash, ka pasur institucione të cilat kanë funksionuar mirë. Në Ministri i Drejtësisë kanë qenë 6 agjenci që janë në kuadër të Ministrisë, që mbikëqyren nga Ministria e Drejtësisë, por së fundi e kemi krijuar edhe inspektoratin e Ministrisë së Drejtësisë, pra që janë bërë gjithsej 7. Por ajo çka është rëndësishme me theksu është që në ministri ka ekzistuar gjithnjë një grup i fuqishëm, i pushtetshëm, kryesisht zyrtar civil, por në nivele më të larta, drejtor departamenti, drejtor divizioni, dhe që kanë kontrolluar gjithçka që ka ndodhur në Ministrinë e Drejtësisë, sepse kanë pasur, si me thënë, mbështetjen nga kabinetet dhe kanë vazhduar në atë drejtim. Dhe ne kur kemi pas marrë informacione për këtë, kemi arritur që ta zbrapsim këtë grup. Pra ata vetëm kompetencat që janë vënë, do me thënë atyre mund t'i kryejnë, por jo dhe të kenë, si me thënë, pushtet në secilin institucion në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Mendoj që kjo ka qenë problem, ka pasur edhe marrëveshje të tjera ose vendime tjera të kundërlidhshme. Për shembull, vendim tjetër i kundërlidhshëm ka qenë edhe çështja e pagesave për ekspertët e mjekësisë ligjore. Tash një prej institucioneve që ka qenë më sfiduesi, nuk është shërbimi korrektues që unë kam menduar më herët, por Instituti i Mjekësisë Ligjore. Për shkak se aty ky institucion përbëhet kryesisht nga ekspertët e mjekësisë ligjore, me raporte shumë të këqija njëri me tjetrin, jo bashkëpunim,
jo pune për bashkët ekipore, por me shumë probleme individuale, personale dhe të tjera të akumuluara ndër vite. Dhe kjo ka bërë që shumë probleme ose shumë si me thënë, veprime jo të mira të ndodhin në Institutin e Mjekësisë Ligjore, siç kanë qenë çështja e zjarreve, ju kujtohet, çështja e mostrave të astritit, besoj që do të kemi mundësi që të flasim më vonë, por ekspertët e këtij institucioni ishin pagu diku me rreth 1 milion euro për punë shtesë dhe për prezencë gjykat në raport me ekspertizat e tyre. Tash kur ne kemi parë këtë, natyrisht që kemi qenë të obliguar që ta denonsojmë këtë, por sot e kësaj dite ne nuk kemi informacione çka ka ndodhur me keqpërdorimin e parave publike, sepse po bëhet fjalë për rreth 1 milion euro që kundërligjshëm janë pagu ekspertët e mjekësisë ligjore.